Mitrovica e Veriut, Leposaviqi, Zveçani dhe Zubin Potoki kanë votuar që të tërhiqen nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. Këtë vendim e kanë argumentuar duke thënë se synojnë të jenë pjesë e një asociacioni të veçuar të komunave me shumicë serbe. Vendimi u marr pasi lista serbe riktheu pushtetin në këto 4 komunat veriore pas zgjedhjeve lokale të tetorit. Kryetarët e rinj nga kjo parti paralajmëruan, siç thonë ata, një shqyrtim të hollësishëm të gjendjes së trashëguar juridike dhe financiare, në mënyrë që në periudhën e ardhshme të merren vendime në përputhje me ligjen dhe në interesin më të mirë të qytetarëve. Ndërkaq, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, Milan Radojević, theksoi se ky asociacion nuk ka qenë kurrë dëshirë e popullsisë serbe në këtë komunë dhe se bëhej fjalë për një vendim politik. Këto komuna që nga viti 2023 janë të drejtuara nga kryetar shqiptar, ku pas dorëheqjes së përfaqësuesve të listës serbe, ju bashkuan Asociacionit të Komunave të Kosovës. Mirëpolista e kishte kundërshtuar antarësimin duke cilësuar atë si të paletshëm dhe jo në interes të qytetarëve.